6 lëngje magjike para gjumit për sy dhe trur të shëndetshëm. Shëndeti I syve dhe I trurit është thelbësor për mirëqenien tonë të përditshme. Me ritmin e jetës moderne, streset, ekranet të pafundme, ndotje dhe ushqime jo të shëndetshme, sytë dhe truri shpesh lodhen dhe humbasin funksionin optimal. Por natyra na ofron zgjidhje të thjeshta dhe efektive. Lëngje të shëndetshme, të cilat mund t'i konsumojmë para gjumit për të përmirësuar kujtesën, fokusin, shikimin dhe pushimin natyral të trurit. Këtu janë 6 lëngje magjike, secili me përbërës natyral që ushqen trurin dhe sytë dhe ndihmon në rigjenerimin e tyre gjatë natës. Të gjithë këta përbërës janë të pasur me antioksidant, vitamina, minerale dhe acide yndyrore që mbrojnë qelizat nervore dhe retinën. Një lëngu I boronicave dhe bananes. Përbërësit: një filxhan boronica të freskëta ose të ngrira, një banane mesatare, një gotë qumësh bajamesh ose 200 ujë, një lugë gjelle faraqia. Përfitimet për sy dhe trurin. Boronicat janë të pasura me antioksidant të quajtur flavonoide, të cilët ndihmojnë në mbrojtjen e retinës dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut në trurin e vogël. Kjo mund të përmirësojë kujtesën afat shkurtër dhe aftësinë për përqendrim. Banania përmban kalium, I cili ndihmon në funksionin nervor dhe balancimin e elektroliteve, duke ndihmuar trurin të qëndrojë aktiv. Farat e chia ofrojnë omega 3, të cilat janë jetike për funksionin e neuroneve. Mënyra e përgatitjes: shtoni boronicat dhe bananën në blender. Hidhni qumshtin e bajames ose ujin. Shtoni farat e chia dhe përzieni deri të krijohet një lëng I trash dhe homogjen. Konsumojeni 30 minuta para gjumit. Këshilla: për një efekt më të madh në sy, mund të shtoni pak mjalt organik për ëmbëlsi dhe antioksidant shtesë. 2 lëngu I karotës, shegës dhe xhenxhefilit. Përbërësit: 2 karota të mëdha të pastruara, filxhan fara shege, një copë xhenxhefil të vogël, rreth 2 se, gotë ujë ose lëng molle natyral. Përfitimet: karotat janë të pasura me vitamin A dhe beta karoten, të cilat janë thelbësore për shëndetin e retinës dhe parandalimin e lodhjes së syve. Shega është një burim I fuqishëm antioksidantësh që ndihmojnë në mbrojtjen e trurit nga radikalet e lira dhe inflamacioni. Xhenxhefili ka vetita antiinflamatore dhe përmirëson qarkullimin e gjakut, duke rritur furnizimin me oksigjen për trurin dhe sytë. Mënyra e përgatitjes: shtoni karotat e prera, shegën dhe xhenxhefilin në blender. Hidhni ujin ose lëngun e mollës. Përzieni derisa të krijohet një lëng uniform. Konsumojeni ngadalë para gjumit për të stimuluar qarkullimin dhe rigjenerimin e trurit. 3 lëngu I spinaqit dhe kivit. Përbërësit: një filxhan spinaq të freskët, një kivi I pastruar, limon, lëngu I freskët, gotë ujë kokos. Përfitimet: spinaqi është I pasur me acid folik dhe vitamina B, që ndihmojnë në mbrojtjen e neuroneve dhe përmirësojnë memorien. Kivi përmban vitamins, e cila përmirëson qarkullimin dhe ndihmon në rigjenerimin e qelizave të syve. Uji I kokos ka minerale natyrale që ndihmojnë në funksionimin optimal të trurit gjatë natës. Mënyra e përgatitjes: shtoni spinaqin dhe kivin në blender. Shtoni lëngun e limonit dhe ujin e kokos. Përzieni derisa të formohet një lëng uniform dhe piqeni ngadalë para gjumit. 4 lëngu I mollës, selinos dhe majdanozit. Përbërësit: një mollë e madhe e pastruar, 2-3 deg selino, një lugë majdanoz I freskët, pak ujë sipas nevojës. Përfitimet: molla përmban quercetin, një antioksidant I fuqishëm që ndihmon në mbrojtjen e retinës dhe ul inflamacionin e trurit. Selino përmban fitonutrient që përmirësojnë funksionin nervor dhe rigjenerimin e qelizave të trurit. Majdanozi është I pasur me vitamin K dhe S, duke ndihmuar në përmirësimin e qarkullimit dhe shëndetit të përgjithshëm të syve. Mënyra e përgatitjes: shtoni mollën, selinon dhe majdanozin në blender. Hidhni pak ujë për ta bërë më të lehtë për t'u tretur. Përzieni derisa të krijohet një lëng I qetë dhe uniform. Konsumoni pak para gjumit, duke marrë përfitimet antiinflamatore dhe rigjeneruese. 6 lëngje magjike para gjumit për sy dhe trur të shëndetshëm, ku do të përfshim 2 lëngjet e fundit. Përfitimet dhe këshilla të plota për përdorim. 5 lëngu I portokallit, turmerikut dhe karotës. Përbërësit: një portokall I madh, lëngu I freskët, një karotë e madhe, lugë çaji turmeric spluhur ose një copë e vogël turmeric I freskët, pak ujë ose lëng molle sipas nevojës.
Një maj piperi të zezë për përthithjen e turmerikut. Përfitimet. Ky lëng është një superforcues anti-inflamator. Portokalli është i pasur me vitamins, e cila mbron retinën dhe ndihmon qarkullimin e gjakut në tru. Karota përmban beta-karoten, që ruan shikimin dhe parandalon lodhjen e syve. Turmeriku, fal përbërësit aktiv kurkumin, ka efekt anti-inflamator dhe mbrojtës për neuronet, duke ndihmuar në përmirësimin e kujtesës dhe fokusit. Piperi i zi ndihmon në përthithjen optimale të kurkuminës nga trupi. Mënyra e përgatitjes. Shtoni karotën dhe portokallin e shtypur në blender. Shtoni turmeric dhe piperi i zi. Hidhni pak ujë ose lëng molle për të bërë përzierjen më të lehtë. Përzieni derisa të krijohet një lëng uniform. Konsumojeni 30-45 minuta para gjumit. Këshilla shtesë. Ky lëng është ideal për ata që ndihen të lodhur gjatë ditës, për shkak të stresit ose punës me ekranet, sepse përmirëson qarkullimin dhe rigjenerimin e trurit gjatë natës. 6. Lëngu i kafes së gjelbër, kakao dhe bajames. Përbërësit. Një lugë çaj i pluhur kafe e gjelbër, Green Coffee. Një lugë gjelle kakao natyrale pa sheqer. 200 lëqumësh bajamesh ose lëng bajameje. Një lugë mjaltë organik, opsionale. Përfitimet. Ky lëng është një kombinim energjie dhe mbrojtje për trurin, por në mënyrë natyrale dhe pa stimulues të fortë. Kafeja e gjelbër përmban acid klorogjenik, i cili përmirëson metabolizmin dhe qarkullimin cerebral, duke ndihmuar trurin të qëndrojë i zgjuar edhe në gjumë. Kakaoja ka flavonoide që rrisin qarkullimin e gjakut në tru dhe përmirësojnë humorin dhe kujtesën. Qumshti i bajames është i pasur me vitamina edhe minerale, që mbrojnë neuronet nga dëmtimet oksidative. Mjalti shton shije dhe antioksidant të natyrshëm. Mënyra e përgatitjes. Nxeheni lehtë qumshtin e bajames, nuk duhet të valoj. Shtoni kafen e gjelbër dhe kakao. Përzieni mirë dhe shtoni mjaltin nëse dëshironi ëmbëlsi. Pini ngadalë duke shijuar aromën rreth 20-30 minuta para gjumit. Udhëzime të përgjithshme për përdorim. Konsumi i rregullt. Për të pasur rezultate optimale, këto lëngje duhet të konsumohen çdo natë ose disa herë në javë. Ndihmojnë në rigjenerimin e neuroneve, përmirësimin e qarkullimit në tru dhe sy, si dhe në uljen e lodhjes së syve. Koha e konsumit. 20-45 minuta para gjumit është ideale. Kjo lejon trupin të përthith vitaminat dhe minerale gjatë gjumit. Përzierja dhe freskia. Lëngjet duhet të jenë të freskëta. Sa më shpejt i konsumoni pas përgatitjes, aq më shumë vitamina dhe antioksidant do të ruajnë. Përshtatja sipas shijes. Mund të shtoni mjalt, limon ose erza natyrale për shijen, pa humbur përfitimet. Përfitimet e përgjithshme të 6 lëngjeve magjike. Shikimi. Beta-karoteni, vitaminas dhe flavonoidet mbrojnë retinën dhe zvogëlojnë lodhjen e syve nga ekranet dhe drita e fortë. Truri. Antioksidantët, omega-3 dhe vitaminat B përmirësojnë kujtesën, fokusin, humorin dhe qarkullimin cerebral. Gjumi. Lëngjet natyrale stimulojnë rigjenerimin e qelizave nervore gjatë natës, pa efekte të padëshiruara nga stimuluesit artificial. Shëndeti i përgjithshëm. Ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, uljen e inflamacionit dhe forcimin e sistemit imunitar. Në këtë mënyrë, duke konsumuar një nga këto 6 lëngje çdo natë, truri dhe syt marrin ushqimin optimal që u nevojitet për të funksionuar në mënyrë të shëndetshme dhe për të qëndruar të freskët. Sekretet e shëndetit të syve dhe trurit me lëngje natyrale. Ndërsa pjesët e mëparshme prezantuan 6 lëngjet kryesore, është e rëndësishme të kuptojmë pse dhe si funksionojnë ato. Shumë njerëz e përdorin termin magjik, por fuqia reale vjen nga përbërësit bioaktiv që përmirësojnë funksionin e qelizave nervore dhe retinës. Si ndihmojnë lëngjet në shëndetin e syve. Beta-karoteni dhe vitamina A. Karotat, portokalle dhe spinaçi përmbajnë beta-karoten, i cili konvertohet në vitamin. Vitamina A është thelbësore për fotoreceptorët në retinë, duke përmirësuar shikimin natën dhe reduktuar lodhjen e syve. Flavonoidet dhe antioksidant. Boronicat, shega, kakao dhe kafeja e gjelbër përmbajnë flavonoide që mbrojnë qelizat nga dëmtimet oksidative. Kjo është kritike për parandalimin e sëmundjeve si degenerimi makular dhe lodhja e syve nga përdorimi i ekranit. Mineralet dhe elektrolitet. Banania, uji i kokos dhe selino përmbajnë minerale si kalium dhe magnez, të cilat përmirësojnë qarkullimin dhe rregullojnë tensionin, duke siguruar që sytë dhe truri të marrin oksigjenin dhe nutrientët e nevojshëm. Si ndihmojnë lëngjet në shëndetin e trurit.
Acidet yndyrore omega 3. Farat e chia dhe qumshti i bajames përmbajnë omega 3, që ndihmojnë në ndërtimin dhe rigjenerimin e membranave nervore, duke mbrojtur neuronet nga dëmtimet dhe duke përmirësuar kujtesën. Vitaminat B dhe acid folik. Spinaçi, majdanozi dhe kivi janë të pasura me vitamin B dhe acid folik, që ndihmojnë në prodhimin e neurotransmetuesve, si serotonin dhe dopamin, të cilët janë kritik për humorin, përqendrimin dhe kujtesën. Anti-inflamatorët natyral. Turmeriku, xhenxhefili dhe kakaoja luftojnë inflamacionin kronik, i cili është një nga faktorët kryesor të uljes së performancës kognitive dhe lodhjes së trurit. Konsumimi i tyre rregullisht para gjumit mund të ndihmojë në rigjenerimin natyral të neuroneve gjatë natës. Këshilla praktike për efektivitet maksimal. Kombinimi i lëngjeve me ushqime të pasura me yndyra të shëndetshme. Lëngjet që përmbajnë vitamina A dhe flavonoide punojnë më mirë kur kombinohen me yndyra të shëndetshme, PSH, bajame, fara chia. Yndrat ndihmojnë në përthithjen më të mirë të vitaminave të tretshme në yndyrë. Ruajtja e freskisë. Lëngjet e përgatitura humbasin shumë vitamina pas disa orësh. Konsumoni brenda 20-30 minutave pas përgatitjes për efekt maksimal. Rotacioni i lëngjeve. Për të marrë përfitimet e të gjitha llojeve të antioksidantëve dhe vitaminave, rekomandohet të alternoni lëngjet në ditë të ndryshme. KSH, boronicë banan një natë, karot sheg natën tjetër, e pini ngadalë dhe me vetëdije. Kjo nuk është vetëm për shijen. Ngadalë pini lëngun për të lejuar që nutrientët të përthithen gradualisht, duke ndihmuar trurin dhe sytë të rigjenerohen natyrshëm. Receta shtesë për sy dhe trurin. Përveç 6 lëngjeve kryesore, mund të provoni edhe disa receta alternative për varietet dhe më shumë përfitime. Lëngi avokados dhe spinaqit. Avokado, një filxhan spinaq, një lugë çaji fara liri, gotë ujë. Përfitim: omega 3 dhe vitamine për mbrojtjen e neuroneve. Smoothie molla dhe kanell. Një moll, lugë kanell, 200 ml qumësht bajamesh. Përfitim: antioksidantët e mollës, kanella për qarkullim të mirë dhe përmirësim të kujtesës. Lëngi rushit dhe xhenxhefilit. Një filxhan rush të freskët, një copë xhenxhefil 2 gotë ujë. Përfitim: rushi përmban resveratrol, i cili mbron qelizat e trurit dhe përmirëson qarkullimin cerebral. Këshilla për rutinën e përditshme. Alternimi i lëngjeve. Mos përdorni çdo natë të njëjtin lëng. Rotacioni siguron marrjen e të gjitha vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve të ndryshëm. KSH dita 1, boronicë banan dita 2, karot sheg dita 3, spinaq kivi. Kombinimi me ushqime të shëndetshme. Konsumoni një lugë fara liri ose bajame së bashku me lëngun për të rritur përthithjen e vitaminave të tretshme në yndyrë. Gjumi qetë. Konsumimi i lëngjeve para gjumit ndihmon në rigjenerimin natyral të neuroneve dhe retinës, por shmangni pijet e ftohta ose të tepërta që mund të shqetësojnë stomakun. Ngadal konsumimi, shijoni lëngun, pini ngadal dhe përthithni nutrientët. Truri do të përfitojë më shumë kur lëngu konsumohet me vetëdije. Receta shtesë për varietet. Avokado spinaq. Përmban omega 3 dhe vitamine për mbrojtjen e neuroneve. Mollo kanell. Për kujdes qarkullimin dhe rrit kujtesën. Rush xhenxhefil. Përmban resveratrol dhe antiinflamator natyral për trurin dhe syt. Pikat kyçe për efekt maksimal. Lëngjet duhet të jenë të freskëta, jo më shumë se 30 minuta pas përgatitjes. Ngadal pini dhe shijoni çdo përbërës. Kombinoni lëngje dhe ushqime të shëndetshme për përthithje optimale. Rotacioni i përbërësve siguron marrjen e një gamë të plot vitaminash dhe mineralesh. Magjiken lëngu përbërësit kryesor përfitimet kryesore koha e konsumit këshilla praktike një boronicë banan boronica, banane, qumësh bajamesh, fara që përmirëson kujtesën, furnizon truri me omega 3. Mbron retinën 30 min para gjumit shtoni mjalt për ëmbëlsi dhe antioksidant shtesë 2 karot. Shege xhenxhefil karota, fara shege, xhenxhefil mbron retinën. Përmirëson qarkullimin cerebral. Antiinflamator 30 min para gjumit pini ngadal për përthithje maksimale 3 spinaq. Kivi spinaq, kivi, limon, ujë. Kokosrik kthen energji për neuronet, rrit qarkullimin në tru. Përmirëson imunitetin 30 min para gjumit rotacioni me lëngjet e tjera për vitamin B dhe S4 moll. Selino majdanoz moll, selino majdanoz, ujë mbron neuronet, antioksidant për syt. Përmirëson qarkullimin 30 min para gjumit konsumojeni të freskët për vitaminat optimale 5 portokall. Turmericë karot portokall, karota, turmericë, piperi zi antiinflamator,
mbron neurone, rrit fokusin dhe kujtesën 30-45 min para gjumit. Piperi i zi rrit përthitjen e kurkuminës 6 kafe gjelbër, kakao bajames kafe gjelbër, kakao, qumësh bajamesh, mjalt e përmirëson metabolizmin cerebral, humorin, furnizim me antioksidant 20-30 min para gjumit pini ngadalë. Pa stimulues të fortë të këshilla për efektivitet maksimal. Rotacioni i lëngjeve. Alternoni lëngjet gjatë javës për të marrë një gamë të plot vitaminash, mineralesh dhe antioksidantësh. 5 herë dita 1, boronic banan dita 2, karot sheg dita 3, spinach kiwi e kombinimi me yndyra të shëndetshme. Shtoni pak bajame, fara liri, far chia ose avokado për të përmirësuar përthithjen e vitaminave të tretshme në yndyr. Ngadal konsumimi. Shijoni lëngun dhe pini ngadal që nutrientët të përthithen maksimalisht. Konsumi i rregullt. Efektet më të dukshme shfaqen pas përdorimit të përditshëm për 2-4 javë. Shmangni ushqimet e rënda para gjumit. Mos hani ushqime shumë të yndyrshme ose të përpunuara me njëherë pas lëngut. Rutinë javore me 6 lëngjet magjike. Ky udhëzues tregon se cilin lëng të pini çdo natë për një javë të plotë, duke maksimizuar përfitimet për syt dhe trurin. Dita lëngu përbërës kryesor kombinimi i shëndetshëm kozgjatjav konsumimi një boronic banan boronica, banane, qumësh bajamesh, fara chia një lug fara liri 30 min para gjumit 2 karot, shege gjengjefil karota, fara shege, gjengjefil pak mjalt organik 30 min para gjumit 3 spinach, kiwi, limon, ujë kokos bajame të bluara ose fara chia 30 min para gjumit 4 moll, selino majdanoz moll, selino majdanoz, ujë pak bajame ose fara liri 30 min para gjumit 5 portokall. Turmeric karot portokall, karota. Turmeric, piperizi kombino me pak mjalt 30-45 min para gjumit 6 kafe gjelbër. Kakao bajames kafe gjelbër. Kakao, qumësh bajamesh, mjalt e pini ngadalë 20-30 min para gjumit 7 receta shtesë rotacion avokado spinach. Moll kanell ose rush gjengjefil përfito nga varietet 30 min para gjumit përfitimet kryesore të këtyre lëngjeve. Shikimi, beta-karoteni, vitaminas dhe flavonoidet ruajnë retinën dhe reduktojnë lodhjen e syve. Truri, omega-3, vitaminat B, flavonoide dhe antioksidantët mbrojnë neuronet, përmirësojnë kujtesën, fokusin dhe humorin. Gjumi. Lëngjet stimulojnë rigjenerimin natyral të neuroneve dhe qelizave të syve gjatë natës. Shëndeti i përgjithshëm. Përmirësojnë qarkullimin, reduktojnë inflamacionin dhe forcojnë imunitetin. Receta shtesë për varietet. Avokado spinach. Omega-3 dhe vitamine për mbrojtjen e neuroneve. Mollo kanell. Përmirëson qarkullimin dhe rrit kujtesën. Rush o gjengjefil. Përmban resveratrol dhe antiinflamator natyral për trurin dhe syt. Përfundim. Integrimi këtyre 6 lëngjeve magjike në rutinën tuaj natën është një mënyrë natyrale, e thjesht dhe efektive për të përmirësuar shikimin, funksionin e trurit dhe cilësinë e gjumit. Përdorimi i rregullt, alternimi i lëngjeve dhe kombinimi me yndyra të shëndetshme sigurojnë përfitimet maksimale. Me këtë udhëzues, çdo natë mund të kthehet në një ritual për rigjenerim dhe shëndet optimal të syve dhe trurit.